Zakeu, sekreti pas së pasurisë së njeriut më të urryer të Jerikos Jeriko, viti 30 i erës son. Një qytet ku hurmat e Arabisë vlenin saari dhe balsami tërhiqte tregtar nga 3 kontinente. Në rrugët e tij kalonin pasuri. Dhe në postën e grumbullimit një burr i shkurtër kontrollonte çdo monedhë që hynte ose dilte. Emri i tij përshpëritej me përbuzje në sinagoga dhe shqiptohej me frikë në tregje. Zakeu nuk ishte thjesht i pasur. Ai ishte judeu më i urryer i atij rajoni. Për të kuptuar se si një njeri arriti në këtë pikë, duhet së pari të kuptoni se si funksiononte Roma. Perandoria nuk pushtonte territore vetëm me shpata dhe mburoja. Ajo pushtonte me taksa, tarifa dhe vjelje sistematike. Çdo provincë e nënshtruar bëhej një burim i përhershëm tërdurash për të mbajtur legjionet në fushë betejë, për të ndërtuar rrugët që lidhnin botën e njohur dhe për të financuar luksin ekstravagant të kryeqytetit perandoror. Por Roma kishte një problem logjistik që kërcënonte të gjithë këtë strukturë. Nuk kishte mjaftueshëm punonjës për të vjel tributet në çdo cep të një perandorie që shtrihej nga Britania e Akull deri në rërat e nxehta të Judeas. Zgjidhja romake ishte sa geniale, aq edhe mizore. Marrja me qira e zhvatjes. Roma krijoi një sistem të quajtur nga historianët tax farming ose arrendimi i taksave. Funksionimi ishte i dhelpërt dhe pervers. E drejta për të vjel taksat në një rajon të caktuar nxirrej në ankant publik në Rom. Sipërmarrësit dhe investitorët bënin oferta konkurruese. Kushdo që ofronte më shumë para për perandorin, merrte kontratën për një periudhë të caktuar, zakonisht 5 vjet. Fituesi paguante paraprakisht një shumë fikse në arkat perandorake dhe, që nga ai moment, kishte liri pothuajse totale për të vjel çfarë të donte nga popullsia vendase. Diferenca midis asaj që i paguante Romës dhe asaj që arrinte të nxirrte nga populli ishte fitimi i tij personal. Mendoni për perversitetin matematik të këtij modeli. Roma garantonte të ardhurat e saj pa i ndotur duart me vjeljen direkte. Vjelësi vendas merrte mbi vete të gjithë urrejtjen popullore, ndërsa Roma ruante imazhin e një pushteti të largët dhe impersonal. Dhe popullsia mbetej e shtrydhur midis 2 pushteteve që e dërmonin, pushtuesi i huaj që legjitimonte vjeljen dhe tradhtari vendas që e ekzekutonte atë me zell financiar. Në Judean e shekullit të parë, këta vjelës quheshin publikan. Termi vjen nga latinishtja publicanus, referencë ndaj kontratave publike që fitonin në tenderët perandorake. Por për judejnët e asaj kohe, fjala mbante peshën e një mallkimi dhe turpi kolektiv. Publikan ishte sinonim i hajdutit, tradhtarit, bashkëpunëtorit dhe të papurit ritual. Papastërtia nuk ishte vetëm morale apo sociale. Ishte gjithashtu rituale, fetare, ceremoniale. Publikanët kishin kontakt të vazhdueshëm me paganët në transaksionet tregtare që mbikëqyrnin. Preknin monedha romake që mbanin imazhe të perëndive pagane dhe të vetë Cezarit, i konsideruar hyni e gjallë nga kulti perandorar. Hynin në shtëpitë e të huajve për të bërë vjelje dhe konfiskime. Hanin me paganët kur ishte e nevojshme për negociata. Sipas interpretimit fariseik të ligjit të Mojsiut, secili prej këtyre veprimeve kontaminonte ritualisht atë që e praktikonte. Pasojat praktike të kësaj papastërtie ishin shkatërruese për jetën sociale. Një publikan nuk mund të dëshmonte në gjykatat judaike sepse fjala e tij konsiderohej e padenjë për besim. Oferta e tij në tempullin e Jeruzalemit refuzohej nga priftërinjë. Fëmijët e tyre pengoheshin të martoheshin me familje të respektueshme. Të hante me të në të njëjtën tryez ishte e barabartë në imagjinatën fetare të kohës, me të ngrënit me prostituta, vrasës dhe idhujtar të deklaruar. Zakeu nuk ishte një publikan i thjeshtë, i humbur në turmën e vjelësve anonim. Ungjilli i Lukës, kapitulli 19, vargu 2, e përshkruan atë me një term specifik grek, architelones. Fjala kombinon arche, që do të thotë kryesor ose shef, me telones, vjelës taksash. Zakeu ishte shefi i publikanëve në rajonin e tij. Ai nuk ishte në vijën e parë duke negociuar qindarka me fshatarët e varfëruar apo duke u grindur për monedha me tregtarët e vegjël. Ai mbikëqyrte vjelësit e tjerë që bënin këtë punë të pisë. Përcaktonte objektivat e mbledhjes që çdo vartës duhej të përmbushte. Negocionte drejt për drejt me autoritetet romake kushtet e kontratave dhe kuotat e kërkuara. Zgjidhte mosmarrëveshjet midis punonjësve të tij dhe popullsisë. Dhe, natyrisht, mbante pjesën më të madhe të fitimit nga i gjithë operacioni.
dhe baza e tij e operacioneve ishte qyteti i Jerikos. Konsideroni vendodhjen strategjike të kësaj zgjedhjeje. Jerikoja ndodhej në luginën e lumit Jordan, në një depresion gjeografik mbresëlënës, rreth 250 metra nën nivelin e detit. Ishte, dhe është ende, pika më e ulët e banuar e planetit Tokë. Nxehtësia aty ishte intensive gjatë pjesës më të madhe të vitit, me temperatura që kalonin 40 gradë në verë. Por burimet natyrore të ujit të ëmbël vaditnin rajonin dhe e shndërronin atë copë shkretëtire në një oazë të gjelbër dhe pjellor. Romakët e quanin Jerikon qyteti i palmave. Hurmat e Arabisë rreshtoheshin përgjath rrugëve dhe prodhonin fruta që eksportoheshin në të gjithë Mesdheun. Por thesari i vërtet i Jerikos nuk rritej në pemë të larta. Ishte balsami. Balsami i Jerikos ishte një rrëshirë aromatike e çmuar, e nxjerrë me teknikë të specializuar nga shkuret e kultivuara vetëm në atë rajon të botës. Bima nuk mbijetonte në klima të tjera. Përpjekjet për ta transplantuar atë në Rom dhe pjesë të tjera të perandorisë dështuan vazhdimisht. Kjo krijonte një monopol natyror që rriste çmimet në nivele astronomike. Vlera e balsamit në botën antike krahasohej me atë të arit në peshë ekuivalente. Rrëshira përdorej në parfume luksi që vetëm aristokracia mund t'i blinte. Hynte në përbërjen e vajrave mjekësor të konsideruar mrekullibërës për plagët dhe sëmundjet e lëkurës. Ishte pjesë e ritualeve fetare në tempuj të traditave të ndryshme. Plini Plaku, naturalist romak që katalogoi produktet e të gjithë perandorisë, shkroi se balsami i Jerikos ishte substanca më e vlefshme e të gjithë Judeas. Mbretëreshat e Egjiptit dhe perandorët e Romës paguanin pasuri për shishe të vogla të vulosura. Jerikoja gjithashtu zinte një pozicion të privilegjuar në udhëkryqin e rrugëve tregtare antike. Karavanet e erzave që vinin nga Arabia kalonin andej rrugës për në mesdhe. Tregtarët e mëndafshit që kishin kaluar shkretëtira të pafundme ndalonin në Jeriko për të pushuar dhe negociuar. Ngarkesat e temjanit të destinuara për tempujt e Romës bënin ndalesë të detyrueshme në qytet. Tregtarët e pëllurave të fine, metaleve të çmuara dhe gurve gjysmë të çmuar mbushnin tregjet lokale. Secili prej këtyre tregtarëve, çdo deve e ngarkuar me malla të vlefshme, çdo ngarkesë erzash egzotike duhej të ndalonte në postën e vjeljes së taksave para se të vazhdonte udhëtimin. Dhe kushdo që kontrollonte këtë postë, kontrollonte një rrjedhë pasurie pothuajse të pashtershme. Tani filloni të kuptoni për masat reale të pasurisë së Zakeut. Ai nuk po vilte taksa nga peshkatarët e varfër që mezi arrinin të ushqenin familjet e tyre në brigjet e detit të Galiles. Nuk negocionte qindarka me barinjt e dhënve në fshatrat e harruar. Ai po taksonte tregtinë ndërkombëtare në një nga qytetet më të begata dhe strategjike të gjithë rajonit lindor të perandorisë romake. Çdo shishe balsami e eksportuar në Rom apo Aleksandri kalonte së pari nëpër duart e tij. Çdo tregtar i huaj që kalonte rajonin paguante taksën e rrugës të llogaritur nga Zakeu ose vartësit e tij. Çdo transakcion tregtar domethënës linte një përqindje bujare në arkat që ai kontrollonte. Sistemi romak lejonte dhe madje inkurajonte abuzimet e llogaritura nga ana e publikanëve. Kishte tarifa zyrtare të vendosura me dekrete perandorake, dokumente që specifikonin përqindjet maksimale për lloje të ndryshme mallrash dhe transaksionesh. Por mbikëqyrja e këtyre rregullave ishte praktikisht jo ekzistente në provincat e largëta. Roma shqetësoi për vlerën totale të mbledhur, jo për metodat e përdorura për ta marrë atë. Një publikan me përvojë si Zakeu njihte dhjetëra teknika për të maksimizuar të ardhurat e tij personale. Mund të pretendonte se një mall i caktuar vlente më shumë se sa deklaronte tregtari dhe të vilte taks mbi vlerën e fryrë arbitrarisht. Mund të kërkonte pagesa ekstra për shërbime burokratike jo ekzistente ose të panevojshme. Mund të vononte qëllimisht lirimin e ngarkesave derisa tregtari të ofronte ryshfet për të përshpejtuar procesin. Mund thjesht të shpikte taksa të reja dhe të sfidonte tregtarin e dëmtuar të ankojë te autoritetet romake, të cilët rrallëherë shqetësoheshin për mosmarrëveshjet midis judenjve dhe pothuajse gjithmonë i jepnin të drejtë vjelësit që garantonte të ardhurat perandorake. Zakeu njihte se cilën prej këtyre hapësirave në sistem dhe i përdorte ato me mjeshtëri financiare. Vetë teksti biblik e konfirmon këtë në mënyrë të padyshime. Kur Jezusi hyn në shtëpinë e tij atë pasdite që do të ndryshonte gjithçka, Zakeu ngrihet dhe bën një deklaratë publike para dëshmitarëve. Ai premton të kthejë 4 fishin e vlerës çdo personi që ka mashtruar.
Kjo nuk ishte një fjalë e rastësishme e zgjedhur nga një impuls emocional. Në ligjin e Mojsiut të regjistruar në Eksodin kapitullin 22, vargjet 1 deri në 4, restituimi 4 fish kërkohej specifikisht në rastet e vjedhjes së vërtetuar të kafshëve që ishin shitur ose therrur. Ishte penaliteti maksimal i parashikuar në legjislacionin izraelit për krimet kundër pronës së tjetrit. Duke përdorur saktësisht këtë formulë, Zakeu po pranonte publikisht para Jezusit dhe të gjithë atyre që mund të dëgjonin se pasuria e tij përfshinte para të vjedhura nga bashkëkombësit e tij. 4 fish. Mendoni për vëllimin financiar që kjo përfaqësonte. Nëse Zakeu u zotua të kthej 4 fishin e gjithçkaje që kishte zhvatur gjatë viteve të aktivitetit si shef i publikanëve, dhe përsëri deklaroi se do të mbante gjysmën e pasurisë së tij të mbetur për t'u shpërndarë të varfërve, kjo do të thotë vetëm një gjë. Pasuria e tij ishte absolutisht kolosale, shumë më e madhe se sa çdo njeri i zakonshëm mund të imagjinonte. Historianët që studiojnë ekonominë e periudhës romake vlerësojnë se pasuria e grumbulluar nga një shef publikanësh në një qytet tregtar si Jerikoja mund të ishte e barabartë me qindra talenta argjendi. Për të përmasuar këtë numër në terma të kuptueshëm, konsideroni këtë. Një talent ishte një njësi peshe e barabartë me afërsisht 34 kg metal të çmuar. Paga vjetore e një punëtori të zakonshëm, një marangos ose peshkatar apo bujk, ishte rreth një talent i vetëm. Një ushtar romak i gradës së ulët fitonte edhe më pak. Zakeu mundësisht grumbullonte pasuri të barabartë me disa shekuj punë të një njeriu normal. Ai ishte jashtëzakonisht i pasur edhe sipas standardeve të më të pasurve. Por e gjithë kjo pasuri erdhi e shoqëruar me një çmim që nuk shfaqej në regjistrat kontabël. A mund ta imagjinoni se çfarë ishte të jetoje në lëkurën e Zakeut ditë pas dite? Të zgjoheshe në një rezidencë luksoze, të rrethuar nga kopshte të vaditura dhe të shërbyer nga 10 sklever shtëpiak, por duke e ditur se çdo fqinj jude pështynte mendërisht kur shqiptonte emrin tënd. Të kishe mjaftueshëm para për të blerë çdo objekt material që ekzistonte në tregjet e botës së njohur, përveç një gjëje të vetme, respektin e sinqert të bashkëkombësve të tu. Të hyje në tregun e Jerikos për të bërë blerje personale dhe të vëzhgoje tregtarët që largoheshin diskretisht, të frikësuar se mos shiheshin duke biseduar me të. Të përpiqeshe të merrje pjesë në një kremtim fetar në sinagogën lokale dhe të pengoheshe të lexoje Torën apo të recitoje bekimet sepse prania jote do të kontaminonte ritualisht hapësirën e shenjtë. Izolimi social i një publikani të rangut të lartë ishte absolut dhe i pashmangshëm. Shokët e fëmijërisë që Zakeu sigurisht i kishte pasur një ditë, nuk mund të shiheshin më në shoqërinë e tij pa rrezikuar kontaminimin ritual që do të prekte familjet e tyre. Familja e tij biologjike ndoshta vuante të njëjtin ostrakizëm nga shoqërimi. Nëse Zakeu kishte fëmijë, ata mbanin turpin profesional të babait si një markë të pashlyeshme. Nëse kishte grua, ajo shihej nga komuniteti si bashkëfajtore e vullnetshme e një tradhtari bashkëpunëtor. Paraja blinte komoditet material me bollëk, por çdo monedhë e grumbulluar ishte një tull më shumë në murin e padukshëm që ndante Zakeun nga komuniteti i tij jude. Kishte një vetmi specifike dhe mizore në këtë kusht jete. Nuk ishte vetmia e thjeshtë e dikujt që nuk ka askënd fizikisht pranë. Ishte diçka shumë më e keqe. Ishte vetmia e dikujt që është vazhdimisht i rrethuar nga njerëz që e përbuzin hapur ose në heshtje të sikletshme. Zakeu jetonte në një qytet të populluar, plot njerëz në rrugë dhe në tregje, por trajtohej sikur të mos ekzistonte vërtet. Ose edhe më keq, sikur vetë ekzistenca e tij të ishte një thyrje e përhershme kundër Perëndisë dhe kundër Izraelit. Dhe pastaj Jezusi mbërriti në Jeriko në atë ditë specifike. Lajmi u përhap nëpër qytet me shpejtësinë që vetëm thashë themet e rëndësishme arrin. Rabini shëtitës nga Galilea po hynte nëpër porta. Ai njeri që shëronte të sëmurët e pashërueshëm, dëbonte demonët nga të pushtuarit, shumë fishonte ushimin për turmat e uritura dhe fliste me autoritet mbretëlënës për mbretërinë e Perëndisë. Disa i quanin profet në linjën e Elias. Të tjerë, më guximtar dhe shpresëplot, pëshpëritnin se mund të ishte vetë Mesia i premtuar në shkrimet e lashta. Turma u formuan shpejt në rrugët ku do të kalonte Jezusi. Të gjithë donin të shihnin nga afër njeriun që shkaktonte aq shumë polemika dhe aq shumë magjepsje të njëkohshme. Edhe Zakeu donte ta shihte. Ky detaj i regjistruar nga Luka është absolutisht vendimtar për të kuptuar atë që ndodhi më pas. Teksti grek thotë se Zakeu kërkonte të shihte kush ishte Jezusi.
Verbi i përdorur tregon përpjekje të qëllimshme, jo kuriozitet të rastësishëm të dikujt që po kalon. Ai nuk ishte thjesht duke ecur në rrugë kur u ndesh me një turm dhe vendosi të hidhte një sy. Ai doli nga shtëpia e tij qëllimisht me objektivin specifik për të gjetur Jezusin. Teksti nuk thot se Zakeu donte të kërkonte diçka. Nuk përmend sëmundje për të shëruar apo demon për të dëbuar apo problem për të zgjidhur. Thjesht ta shihte. Kishte diçka te ky njeri nga Nazareti që zgjoi kuriozitet të thellë në zemrën e një prej judenjve më të përbuzur dhe materialisht më të suksesshëm të gjithë rajonin. Por Zakeu përballej me një problem fizik që ndërlikonte planin e tij. Teksti biblik thot qartë se ai ishte i vogël nga shtati. Nuk e dim lartësinë e tij të saktë në centimetra apo pm. Por ishte mjaft i shkurtër sa për të mos arritur të shihte mbi kokat e turmës që grumbullohej në rrugët e ngushta të Jerikos. Dhe këtu lind një problem tjetër, shumë më i madh dhe më i dhimbshëm se thjesht çështja e lartësisë trupore. Askush në turm nuk hapi hapësirë për ta lënë të kalonte përpara. Përmasojeni këtë skenë me kujdes. Njeriu më i pasur i Jerikos, me pushtet politik të mjaftueshëm për të rënuar financiarisht çdo tregtar të qytetit me një vendim të vetëm administrativ, nuk arriti që një njeri vetëm i zakonshëm të lëvizte disa centimetra për të lejuar kalimin e tij. Parat e tij të grumbulluara ishin të afta të blinin shtëpitë më të mira të rajonit, 10 sklever të trajnuar, ngarkesa të tëra balsami të çmuar, favore nga oficerët romak. Por nuk blinin një pëllëm tokë midis njerëzve të zakonshëm në një rrugë publike. Refuzimi kolektiv ishte aq i plot, aq absolut, aq i rrënjosur në indin social, saqë ai as nuk u përpoq të hapte rrugë me forcë. Mendoni për këtë. Nëse Zakeu do të kishte urdhëruar që rojet e armatosura të hapnin rrugë përmes turmës, ndoshta do të kishte arritur objektivin e tij të menjëhershëm. Ai kishte burime për të punësuar njerëz të dhunshëm. Kishte lidhje romake që do të legjitimonin çdo veprim të tij. Por diçka e pengoi të përdorte atë pushtet në atë moment specifik. Ndoshta e dinte instinktivisht se forca brutale vetëm do të rriste urrëtitjen që tashmë e rrethonte nga të gjitha anët. Ndoshta, në atë moment unik të jetës së tij, donte të trajtohej si një jude i zakonshëm midis judenjve të tjerë, jo si publikani i frikësuar dhe i përbuzur që të gjithë njihnin. Ndoshta ishte i lodhur duke imponuar praninë e tij dhe donte, për herë të parë pas vitesh, thjesht të përkiste. Atëherë ai mori një vendim befasues që askush nuk e priste. Vrapoi përpara turmës, gjeti një pemë të përshtatshme në rrugën e parashikuar të Jezusit dhe u ngjit në të si një djalë i prapë që ikën nga qortimi. Pema ishte një sikomor, një lloj fiku i egër mjaft i zakonshëm në rajonin e Jerikos. Degët e saj rriteshin relativisht ulët dhe trupi i saj i gjerë ofronte mbështetje të fortë për çdo që donte të ngjitej. Ishte pema perfekte për qëllimin e improvizuar të Zakeut. Dhe aty ishte ai. Architelones, shefi suprem i vjelësve të taksave, njeriu më i pasur dhe më i urryer i qytetit, i varur në degët e një peme si një djalosh rruge pa dinjitet për të mbrojtur. Imazhi do të ishte komik në rrethana të tjera. Një i rritur i respektueshëm, i veshur ndoshta me rroba të shtrenjta që dëshmonin pasurinë e tij, i përqafuar pas trupit të një fiku në mes të qytetit. Por skena nuk ishte vetëm qesharake. Ishte thellësisht zbuluese e gjendjes së brendshme të Zakeut në atë moment. Ai ishte i gatshëm të kalonte turp publik absolut për të arritur të shihte Jezusin e Nazaretit. Një burr në pozicionin social dhe financiar të Zakeut thjesht nuk ngjitej në pemë. Kishte dinjitet profesional për të ruajtur paravartësve dhe konkurrentëve. Kishte reputacionin e një njeriu serioz për të mbrojtur para autoriteteve romake me të cilët negocionte. Kishte imazhin e pushtetit dhe kontrollit për të ruajtur para popullsisë që shfrytëzonte. Ngjitja në një pemë shkatëronte të gjitha këto ndërtime të kujdesshme menjëherë. Por në atë moment vendimtar, dukshëm asgjë nga këto nuk pati rëndësi për Zakeun. Ai donte të shihte Jezusin. Dhe ishte i gatshëm të bënte çdo gjë njerëzisht të nevojshme për të arritur këtë. Edhe nëse i kushtonte fragmentet e fundit të respektit që mund të kishte ende. Turma që kalonte sigurisht e vuri re skenën qesharake. Duhet të ketë pasur të qeshura të hapura dhe komente dashakeqe të shkëmbyera midis fqinjëve. Gishtat duhet të kenë treguar drejt degëve ku publikani i madh ekuilibrohej me vështirësi. Batutat për vjelsin e fuqishëm të taksave të varur si frut i pjekur duhet të kenë qarkulluar shpejt. Edhe një poshtërim tjetër për të shtuar në listën e gjatë që Zakeu mbante.
Dhe pastaj diçka absolutisht e papritur ndodhi. Jezusi ndaloi së ecuri. Ndaloi saktësisht në atë pemë specifike ku Zakeu fshihej midis gjetheve. Shikoi lart drejt për drejt të njeriu që përpiqej të kalonte pa u vënë re. Dhe e thirri Zakeun me emrin e tij personal. Mendoni për ndikimin shkatërues dhe të mrekullueshëm të kësaj skene. Jezusi nuk e kishte vizituar kur Jerikon para asaj dite. Ungjit nuk regjistrojnë asnjë udhëtim të mëparshëm në qytet. Ai nuk e njihte Zakeun personalisht nga takimet të mëparshme. Nuk ishte prezantuar nga miq të përbashkët. Në mes të një turme të zhurmshme prej qindra ose ndoshta mijëra njerëzish të grumbulluar në rrugë, Jezusi identifikoi një njeri specifik të fshehur midis gjeteve të një peme dhe tha emrin e tij me familjaritet. Zake, zbrit shpejt, sepse sot më duhet të qëndroj në shtëpinë tënde. Fjalët e Jezusit nuk ishin një kërkesë e sjellshme që priste konfirmim. Nuk ishin një ftesë formale që priste përgjigje. Ishin një deklaratë kategorike e qëllimit. Jezusi nuk pyeti nëse mund të vizitonte shtëpinë e publikanit. Nuk priti ftesë formale sipas rregullave të mikpritjes së kohës. Nuk ofroi opsion refuzimi apo shtyrjeje. Thjesht pohoi se do të shkonte, po atë ditë të bujte në rezidencën e Zakeut. Reagimi i turmës përreth ishte i menjëhershëm, kolektiv dhe intensivisht negativ. Luka regjistron se të gjithë filluan të mërmëritnin të indinjuar. Të gjithë. Jo vetëm disa farisej më rigoroz. Jo vetëm udhëheqës fetar të shqetësuar për pastërtinë rituale. Të gjithë të pranishmit, pa asnjë përjashtim të regjistruar, kritikuan vendimin e Jezusit për të hyrë në shtëpinë e një mëkatari të njohur. Vini re dinamikën sociale që zbulohet këtu. E njëjta turmë që nuk kishte hapur hapësirë që Zakeu të kalonte, tani kritikonte Jezusin që shkonte vullnetarisht tek ai. E njëjta përbuzje kolektive që përjashtonte sistematikisht publikanin nga çdo pjesëmarrje në jetën fetare dhe sociale të Izraelit, tani përpiqej të përjashtonte edhe Jezusin nga shoqëria e tyre. Refuzimi ndaj Zakeut ishte aq i thellë saqë shtrihej automatikisht të çdo person që guxonte të shoqërohej me të. Por Jezusi tregoi indiferencë të plot ndaj kritikave të mërmëritura. Ai eci deri te shtëpia e Zakeut ndërsa turma vëzhgonte me skandal në rritje. Hyri nga porta si i ftuar nderi. U ul në tryezën e përgatitur me nxitim nga shërbëtorët e frikësuar. Dhe hëngri një vakt të plot me njeriun më të urryer të qytetit. Në kontekstin kulturor jude të shekullit të parë, ndarja e një vakti do të thoshte shumë më tepër se sa thjesht konsumimi i ushqimit në të njëjtin ambient fizik. Të ngrënit bashk ishte një akt bashkësie të thellë midis njerëzve. Do të thoshte pranim i ndërsjellë dhe njohje e dinjitetit të përbashkët. Tregonte intimitet relacional që të i kalonte formalitetet e thjeshta sociale. Deklaronte publikisht se bashkëngrënësit e konsideronin njëri tjetrin të denjë për shoqërinë e tyre. Për këtë arsye, farisejt më rigoroz skandalizoheshin sa herë që Jezusi pranonte ftesa për të ngrënë me publikan dhe mëkatar të deklaruar. Nuk ishte çështje etikete apo preference gastronomike. Ishte një deklaratë teologjike se kush meritonte të merrte pjesë në mbretërinë e Perëndisë. Duke ulur në tryezën e Zakeut dhe duke ngrënë nga ushqimi i tij, Jezusi po komunikonte një mesazh revolucionar për të gjithë ata që mund të dëgjonin. Ky njeri i përbuzur nuk është jashtë rrezës së hirit hyjnor. Ajo që ndodhi brenda asaj shtëpie gjatë atij vakti ndryshoi absolutisht gjithçka në jetën e Zakeut. Në një moment të caktuar të bisedës, Zakeu u ngrit nga vendi i tij dhe bëri një deklaratë publike para të gjithë të pranishmëve. Fjalët që dolën nga goja e tij në atë çast do të ushtonin përmes 2000 vjeçarëve të historisë së krishterë. Zot, ja, gjysmën e pasurisë sime po ua jap të varfërve. Dhe nëse i kam marrë dikujt diçka me paudhësi, do t'ja kthej 4 fish. Nuk pati hezitim të dukshëm para këtij premtimi të jashtëzakonshëm. Nuk kërkoi kohë për të menduar për implikimet financiare. Nuk u konsultua me kontabilist apo administrator për fizibilitetin. Nuk negocioi kushte apo rrethana apo afate pagese. Në pak minuta pasi priti Jezusin në shtëpinë e tij, Zakeu u zotua vullnetarisht të zhbënte vitet e praktikave shfrytëzuese. Gjysma e pasurisë e shpërndar menjëherë të varfrit. Në një pasuri të madhësisë që Zakeu sigurisht zotëronte, ky premtim përfaqësonte një sasi absolutisht astronomike burimesh. Shtëpi elegante do të shiteshin dhe paratë do të shpërndaheshin.
Toka prodhuese do të likuidoheshin në dobi të nevojshmëve. Skleverit shtëpiak do të liroheshin ose transferoheshin. Monedha ari dhe argjendi të ruajtura në arka do të derdheshin në duart e lypsve. Mallra të vlefshme të magazinuara në depo do të konvertoheshin në asistencë për të varfrit e Jerikos. Të njëjtët njerëz që Zakeu i kishte shfrytëzuar për vite si shef i publikanëve, tani do të bëheshin përfitues direkt të bujarisë së tij të transformuar. Dhe restituimi 4 fish i premtuar të gjithë të mashtruarve plotësonte kuadrin e ndryshimit radikal. Çdo tregtar që kishte paguar taksë të fryrë arbitrarisht do të merrte mbrapsht 4 fishin e vlerës së humbur. Çdo bujk që ishin konfiskuar pasuritë padrejtësisht do të kompensohej me bujari të shumë fishuar. Çdo udhëtar që ishte zhvatur në postën e vjeljes do të kishte humbjen e tij jo vetëm të kthyer, por të 4 fishuar si dëm shpërblim. Nëse Zakeu vërtet e përmbushi këtë premtim të jashtëzakonshëm në ditët dhe javët në vijim, dhe teksti biblik nuk ofron asnjë arsye për të dyshuar në sinqeritetin e tij, ai ndoshta e përfundoi atë proces restituimi shumë më pak i pasur materialisht se sa kishte filluar atë mëngjes transformues. Ndryshimi nuk ishte vetëm shpirtëror apo emocional apo teologjik. Ishte konkret, material, i matshëm në monedha të numëruara dhe prona të transferuara. Përgjigjja e Jezusit ndaj fjalëve të Zakeut bulosi përfundimisht kuptimin e atij takimi të pamundur. Sot erdhi shpëtimi në këtë shtëpi, sepse edhe ky është biri i Abrahamit. Sepse biri i njeriut erdhi të kërkojë dhe të shpëtojë atë që kishte humbur. Kjo deklaratë në dukje e thjesht mbante një peshë teologjike të madhe që dëgjuesit origjinal sigurisht e kuptuan. Bir i Abrahamit. Shpreja ishte titull nderi suprem për çdo jude. Do të thoshte përkatësi në beslidhjen e shenjtë të vendosur midis Perëndisë dhe patriarkut themelues të Izraelit. Farisejt dhe skribët mësonin se publikanët si Zakeu e kishin humbur këtë të drejtë lindjeje duke bashkëpunuar me paganët shtypës. Thoshin se ishin vetë përjashtuar nga trashëgimia shpirtërore e Izraelit me zgjedhjen e tyre profesionale. Pohojnë se nuk ishin më judenj të vërtet në asnjë sens që kishte rëndësi shpirtërore. Jezusi e shkatërroi këtë përjashtim teologjik me një fjalë të vetme deklarative. Edhe ky është biri i Abrahamit. Fjala edhe ishte vendimtare. Tregonte se Zakeu nuk ishte i vetëm në kushtin e tij të restauruar. Të tjerë të përjashtuar dhe të përbuzur gjithashtu mund të njiheshin si bijë legjitim të Abrahamit. Shpëtimi nuk varri nga meritat rituale të grumbulluara apo pastërtia ceremoniale e ruajtur. Varri nga përgjigjja e sinqertë dhe konkrete ndaj thirrjes së Perëndisë. Atë që kishte humbur. Jezusi përdori qëllimisht gjuhë baritore duke evokuar imazhin e një bariu që kërkon dhënë e humbur në terren të rrezikshëm. Zakeu nuk ishte një rast përfundimisht i humbur përtej çdo shpresë. Ishte një dhënë që ishte larguar nga kopeja nëpër rrugë të tërthorta dhe tani më në fund kthehej në vath. Iniciativa i takonte Jezusit, i cili erdhi aktivisht të kërkonte. Përgjigjja i takonte Zakeut, i cili priti me gëzim të sinqert vizitën e papritur. Ky takim transformues ndodhi vetëm pak ditë para ngjarjeve finale në Jeruzalem. Jezusi ishte qëllimisht rrugës për në kryeqytet për kremtimin e Pashkës që do të bëhej përvoja e tij e fundit toksore. Jerikoja ndodhej afërsisht 25 kilometra nga Jeruzalemi në vijë të drejtë, ndonse rruga reale ishte më e gjatë për shkak të terrenit malor. Prej andej, Jezusi do të ngjitej nëpër shpatet e pjerëta të maleve të Judeas derisa të arrinte në qytetin e shenjtë ku do të pritej me hozana, do të tradhtohej nga një dishepull, do të arrestohej natën, do të gjykohej ilegalisht, do të torturohej publikisht dhe do të ekzekutohej në një kryq roman. Në mes të këtij udhëtimi solemn drejt vdekjes së tij sakrifikuese, Jezusi qëllimisht ndaloi ecjen e tij për të shpëtuar një vjelës taksash të urryer nga të gjithë. Ka diçka thellësisht të qëllimshme dhe teologjikisht domethënëse në këtë sekuencë ngjarjesh të regjistruar nga Luka. Ungjilltari ishte mjek me profesion dhe historian i kujdesshëm me vokacion letrar. Ai hulumtoi burimet, intervistoi dëshmitar okular, organizoi materialet me kriter. Narrativa e tij nuk u montua rastësisht. Vendosja e historisë së Zakeut menjëherë para hyrjes triumfale të Jezusit në Jeruzalem nuk ishte koincidencë as aksident editorial. Jezusi po demonstronte publikisht, një herë të fundit para pasionit të tij, zemrën e vërtetë të gjithë misionit të tij toksor. Ai nuk erdhi për ata që e konsideronin veten të drejtë me meritën e tyre, por specifikisht për mëkatarët që njihnin nevojën e tyre.
Nuk erdhi për të pastrit ritualisht që mbanin distancë të kujdesshme nga çdo kontaminim, por për ata që konsideroheshin të kontaminuar në mënyrë të pashpresë nga shoqëria fetare. Nuk erdhi për të pranuarit socialisht që kishin vend të garantuar në sinagoga dhe në tempull, por për të refuzuarit që as nuk gjenin hapësirë në një turm rrugë. Zakeu përfaqësonte në personin e tij absolutisht gjithçka që feja zyrtare e Izraelit e konsideronte të papastër dhe të padenjë. Dhe ishte saktësisht ky njeri specifik që Jezusi zgjodhi si shembullin e fundit publik të shpëtimit të sinqert para se të përmbushte misionin e tij shpëtues përmes kryqit dhe ringjalljes. Transformimi i përjetuar nga Zakeu atë pasdite nuk përfundoi kur Jezusi u largua nga Jerikoja të nesërmen. Tradita e krishterë e hershme ruajti kujtime dhe rrëfime mbi atë që ndodhi me ish publikanin në vitet e mëvonshme. Sipas disa burimeve antike të shkruara në shekujt e parë të erës së krishterë, Zakeu u bë ndjekës i përkushtuar i Jezusit dhe antar aktiv i komunitetit të dishepujve. Pas ringjalljes dhe zgjerimit fillestar të lëvizjes së krishterë, thuhet se u shugurua si peshkop i qytetit të Cezares nga vet apostulli Pjetër. Tradita të tjera alternative e vendosin atë si shok udhëtimit të Pjetrit në udhëtimet misionare nëpër botën mesdhetare. Nuk ekziston mundësia për të verifikuar historikisht saktësinë e këtyre rrëfimeve të vonshme. Ato shfaqen në tekste të shkruara breza ose shekuj pas ngjarjeve që përshkruajnë. Mund të përmbajnë përpunime të devotshme ose konfuzione me figura të tjera historike me emra të ngjashëm. Por vetë fakti që tradita të tilla ekzistuan dhe qarkulluan tregon diçka të rëndësishme. Historia e Zakeut vazhdoi të ushtonte gjallërisht në kujtesën kolektive të komuniteteve të krishtera të hershme shumë kohë pas asaj pasditeje në Jeriko. Ai nuk u harrua as nuk u konsiderua i parëndësishëm pas takimit të tij me Jezusin. Transformimi i tij mbeti si shembull i gjallë dhe frymëzues për brezat pasardhës të konvertuarve. Ajo që mbetet absolutisht e verifikueshme është ndikimi teologjik dhe baritor i qëndrueshëm i narrativës së tij të shkurtër. Zakeu u bë shembull i përhershëm dhe universal se asnjë person, pavarësisht historisë së tij të kaluar apo reputacionit të tanishëm, nuk është përfundimisht jashtë rrezës së hirit transformues të Perëndisë. Përmes shekujve në vijim dhe deri në ditët e sotme, predikues të traditave të panumërta të krishtera përdorën emrin e Zakeut për të ilustruar se çfarë do të thotë pendimi i sinqert i ndjekur nga veprimi konkret. Vendimi i tij i menjëhershëm për të kthyer katërfishin e vlerës së vjedhur u bë model praktik se si konversioni i brendshëm prodhon domosdoshmërisht fruta të jashtme të matshme. Për ulësia e tij befasuese duke u ngjitur në pemë para gjithë qytetit u bë simbol universal i kërkimit të sinqert për Perëndin që të i kalon shqetësimet për dinjitetin apo reputacionin personal. Shtëpia që dikur ishte simboli maksimal i shfrytëzimit sistematik u bë vend i restituimit bujar dhe pajtimit komunitar. Monedat që hynin përmes vjeljes së tepërt dhe mashtruese filluan të dilnin për të riparuar dëmet e shkaktuara dhe për të lehtësuar vuajtjet e të tjerëve. Jezusi nuk kërkoi që Zakeu të braktiste absolutisht të gjitha pasuritë e tij për të provuar sinqeritetin. Kërkoi që të transformonte radikalisht përdorimin dhe kuptimin e asaj që zotëronte. Deklarata finale e Krishtit mbi Zakeun vazhdon të ushtoj përmes shekujve me forcë të pandryshuar. Sot erdhi shpëtimi në këtë shtëpi, sepse edhe ky është biri i Abrahamit. Me këtë fjalë të vetme të shqiptuar në një dhomë ngrënieje në Jeriko, Jezusi zhbëri vitet e përjashtimit fetar të institucionalizuar. Njeriu që farisejt më rigoros e konsideronin ritualisht tepër të papastër për të shkelur qoftë edhe në oborret e tempullit të Jeruzalemit, u deklarua publikisht trashëgimtar legjitim i premtimit të shenjtë bër Abrahamit 1000 vjeçar më parë. Zakeu nuk pati nevojë të ndryshonte profesion për t'u deklaruar i shpëtuar. Pati nevojë të ndryshonte zemrën e tij, marrëdhënien e tij me Paran, qëndrimin e tij para atyre që kishte dëmtuar. Dhe ndoshta kjo është saktësisht pika qendrore që shumë lexues të nxituar humbasin kur kalojnë syt shpejt mbi këtë histori në dukje të thjeshtë. Transformimi shpëtues i Zakeut nuk filloi në momentin kur ai zbriti nga pema duke ju përgjigjur thirrjes së Jezusit. Filloi më parë. Filloi kur ai mori vendimin e rrezikshëm për të ngjitur në atë fik të egër para gjithë qytetit që e përbuste. Kur zgjodhi vullnetarisht poshtërimin publik të plot vetëm për të arritur të shihte nga larg atë që të gjithë thoshin se ishte Mesia i premtuar. Kur pranoi në heshtje me vet aktin e ngjitjes në pemë, se e gjithë pasuria e tij e madhe e grumbulluar nuk arrinte të mbushte zbrazëtinë e thellë që mbante brenda gjoksit. Shpëtimi e gjeti Zakeun në momentin e saktë kur ai njohu urinë e tij shpirtërore.
Jerikoja vazhdon të ekzistojë si qytet i banuar në ditët e sotme. Rënojat arkeologjike të periudhës romake mund të vizitohen nga turistët dhe studiuesit. Gërmimet shkencore gjetën mbetje të shtypseve të lashta të përdorura për të nxjerrë balsamin e çmuar, themele shtëpish luksoze që u përkisnin elitave lokale, fragmente qeramike të fine të importuara, dhe monedha romake të shekullit të parë të shpërndara nëpër tokë. Qyteti që një ditë ishte qendër pulsuese e pasurisë dhe tregtisë ndërkombëtare u bë sit arkeologjik i studiuar nga akademikë të gjithë botës.